ka gati 17 vjet, 18 vjet kam filluar këtë aktivitet dhe këtu në Shqipëri. Gradualisht fillova me ndërtuar, pastaj duke shtuar. Fillova fillimisht me 4 dylim, dhe çdo vit kam ardhur pak a shumë duke shtuar. Në këto momente jam te 5 hektar sera, rusht hershëm dhe të vonë, varietet e ndryshme, me fara e pa fara. Gjithë sezonin duke filluar nga maj deri në nëntor, fund nëntorit, derisa të mbaroj rushi i fundit. Fillimisht i kam prur nga Siqilia, kanë ardhur fidan certifikuar nga Siqilia këtu, pastaj vitet e fundit, të fundit i kam bler këtu, gjithmonë fidan italian, po në Shqipëri. Punoj si me tregun e vendit, ashtu edhe për eksport. Eksport kryesisht në Kosovë, në vendet e Ballkanit. Si vjet, në vendet e Ballkanit, vitet tjera nuk kanë quar edhe në gjithë Evropën, kurse si vjet kam punuar më shumë me Ballkanin. Deri tani 7%, 8% për eksport. Fillimisht filloj me pak, pastaj ditët e fundit ka 4 ton, 5 ton, deri 7-8 ton ditë. Kemi shitur mirë. Subvencionet kemi marrë, ato që ka shteti kemi marrë subvencionet, kemi marrë gjitha. Shakacia për naftën, për inputet bujqësore. Unë kam 2 punëtorë që punojnë gati gjithë vitin. Në sezone kam për periudha që ku ka nevojë marrë 10-15 gra, ku është nevojë për pasterimin e kokrave. Edhe punojmë dhe familjarisht, jemi 3 vetë në familje që punojmë. Unë kam marrë pjesë në programin e Komitetit Evropian në part 2 thirrje tretë për mekanikë bujqësore, edhe kam dalë fitues, kam marrë traktor dhe agregate.